Si jeni? Mirë. Mirë. Bunavic, praktikisht është në fazë vitë ndërhysh, në fazë të parë një bërë 10, një bërë 8. Pjesën e parë të rrugës 4 km. Aktualisht jemi duke punuar në kuadër të programit të shtesës asfaltike për vazhdimin e kësaj deri në qendrën e fshatit Bunavi, madje edhe një degëzim aty në qendrën e fshatit. Kjo është rreth 3 km rrugë duke i dhënë akses gjithë kësaj zonës, ashtu siç e pamë është një zonë me potencial të jashtëzakonshëm agro-bujqësor, vishta fantastike. Por duke qenë që këtu kemi edhe bazën. Është baza, kjo është qendra e formimit profesional dhe shkollat e formimit të muajve të parë të vizitë ushtarakëve, baza e famshme e Bunavic, të cilës do i bashkohen kryeministër edhe një brigadë emergjencave civile që do jetë dedikuar për qarkun e Vlorës, ishte vetëm në qark që nuk ishte brigadë emergjencave civile. Dhe praktikisht në këtë bazë do jenë në mënyrë permanente 500 ushtarakë dhe personel mbështetës, çka e bën edhe një vend ku nevojiten më shumë shërbime dhe ne do gjejmë një mënyrë së bashku me bashkinë që të mund të marrin shërbime nga banorët e zonës, ushqim nga zona, në mënyrë që të rigjenerohet pak edhe ajo ekonomia lokale. Vështiva është rreth 4.5 dhe 7.5 km nga kthesa e Bestrovës, në lidhje me rrugën nacionale, kurse ky segment që kemi aktualisht është 3 km. Dhe lidhet me qendrën e fshatit Bunavi dhe një degëzim aty në fshat. Ç'është e vërteta dëshira e gjithë banorëve mezi presin fakt që ta bëjmë ndërlidhjen e unazës së 7 fshatrave dhe është një segment 1.1 km deri. Po që po 1.1 km do ta mbyllim unazën. Është shumë mirë se ka. Po 10 do ta mbyllim më burr, për çfarë thua, po bazën detare toksore, ajrore. Shqipëria në Vlorë ka në histori, kështu që ajo që thoni dhe ju shpesh, pra sa herë bëjmë një investim civil, i shërben edhe një infrastrukturë ushtarake dhe anasjellës. Kja themi që tani, edhe tu është mirë të bëjmë një ndërhyrje. Duhet ta përmirësojmë cilësinë këtu, po bëjmë gjitha të punë me konvikte dhe shkolle profesionale që do bëhen konvikte europiane që kush çon fëmijën sidomos nga fshatrat në shkollë profesionale ta ketë me kushtet më të mira, tani po bëjmë ato të tjera tani këtu ku vinë ushtarakët për muajt e parë duhet i bëjmë kushtet optimale tani. Kemi mundësi, bëjmë investim, t'i përmirësojmë të godina, t'i bashkëpunojmë dhe me fondin, t'i veshim bëjmë me sistemin e kursimit e energjisë, t'i jenë top. Ka kërkuar ta shtohet ajo rruga deri në Bunavi. 1 kilometër e gjysmë. Ja, ka pas. Jo, duhet të jemi lidhim me vllajë kryeministër. Ja, si traditë kemi të kemi kafe. Po unë tradit pa tradit, në ty do aty kafe, do na jepni kafe. 10 kafe. Vetëm shëndeti. Të rroni erdhë një. Se na duhet edhe shumë vite. Duhet të llafosim pak për të lidhur atë rrugën, për të bërë unazë. Duhet të llafosim pak. Të llafosim tamam që mos marrim angazhime kot. Të ndruar parti për mua. 113. Po ja për ty. Dgjoj. Duhet ta dish parti ka ndruar dhe Churchilli kur e kërkon atë dheu. Se ju i doni me këto figurat botërore. Edhe Churchilli ndroi partinë kur e desha dheu. Po rregull je. Kemi 70 vjet. Po mirë, ti je tjetër gjë. Se ty s'ka qelluar partia dur. Ti i qelloi partia gabuar e ndroi, në rregull. Po nëse do bëjmë 40 vjet. Po mirë, në rregull je ti, ç'po. Shiko, mos vazhdoni me të 70-20. Jo, ju këtë partia tjetër. Tani kjo partia e re që kemi, i ka dhe ato të 70-20, ka dhe këta të rinj. Jo, unë dua vetëm ata. Atë pra ata, hajde du. Hajde, je penduar që ke ndruar parti. Ja, urda, shiko. Është i vështira i momenti ndrimit, për pastaj kalon. Hajde. U dolim. Hajde. Hajde. Ne nga linja këtu. Po i këto, kësaj. Ja.
Me video se ma do të po. Në Angli është ai. Ma merr me video. Po, ta marrun. E keni linja apo jo? Po e kam. Po, më vjen keq. Kush është ky? Paulo Dëma. Po lojë tani 44 s'ka pas votime, mos ja fut kot tani kënë 44 që voton. 44 o votoje o Pavlo Dëma. Urdo. O Pavlo si e mo vlla? Më ke marrë mua? Më ke marrë mua? Më ke marrë mua në telefon? Po, të kam dërguar edhe një mesazh në WhatsApp. Më ke dërguar edhe një mesazh. Edhe unë çka më bër, nuk jam. Unë jam baba i 5 vjeçve. Do të 2 minuta do të Sa vjeç je? Sa vjeç je mo? 56, 5 djem ke? Me të tërë me njeri ke bërë apo i ke bërë me radhë mo? Me sezone i ke bërë, okej, në rregull. Unë dua të kthej çunat aty me bizneset e tyre. Po patjetër. Një tërmand për atë rrugën e fshatit aty se kur marrin vesh që njëri do të bëhet, këtë do të lihet. O, dëgjoj tani. Këtu jemi të fshati, shiko që bëhet, shiko. Te e kokën, mos shif Anglin, shif te. Këtu. I shikon këta? I shikon? Ha? A i shikon, ja ku e ke djali Xhaxhait? Ja, bravo. Ja ku e ke... Ore, qa ke që në visa ndek te, përqëndrohu këtu. Ja ku e ke djali Xhaxhait, shiko e. Shiko këtu, po shiko. Ja. Dëgjoj tani, ne jemi këtu te kjo rruga, tani sa po i thash, hajde ulemi çik, flasim çik dhe për atë lidhjen, ta marrim vesh eksakt sa është ajo lidhja, sa është ajo lidhja. 1.000 metra. Por për 1.000 metra, po që 1.000 metra ne e bëjmë përpara se sa ti të arrish në shtëpi atje. More vesh apo. Kështu që se ka mendje, nuk e ka mendje. Po ku e ke mendjen, ku e ke shiko, se ka mendjen, shiko, nuk e ka mendjen. Ik se po na bën të pa bër, po ik. Mos ta mbyll unë, po çfarë do të shoh ty duke i dhënë makinës mo? Ore shiko, duke i dhënë makinës unë shoh vetëm lulin, ty nuk të shoh. Po. Po si urdhron? Urdhër tjetër ke? Si urdhon? Na mbyti këtu, na mori gjithë. Po ikëm, a shiko, e di se mua beti, unë në këmbë, këta në këmbë, ne spim dot kafe, ti na mban me llafe. Ik tani, hajde. Llafe shumë ti, na shkondi. Do na jepni një kafe apo do? Po kafe do japim? Po si çka kafe? Pak më shumë, po ne porositim Jo, më shumë, më studiet e një kafe do. gjysmore vin të gjitha. Shiko, në qoftë se na jepni, mirë. Në qoftë se na jepni, i themi Ermalit, na jep Ermali. Kemi adicionin atje. Ore Birqa, ore shiko. Birqa që ta dini ju, unë e kam vlla. Partie. Apo jo, sa kohë kemi bashkë? Birqa ka qenë një nga ata që më kanë mbështetur mua kur këta të tjerë që thonë kemi 7 vjet të parti më shikonin thoshin çdo ky këtu. Haram qumshi i nënës. Po tani. Se më shikonin si demokrat. Unë demokrat jam, po jam demokrat socialist. Jo, po, demokrat socialist. Në det. Unë jam demokrat në det, si ata të rinjtë e FRPD-s Vlorës, ata janë me detin, smuturin kënet ata. Kështu që Birqe, tani kush do na japi kafen, s'po insistoj shumë. Ore nuk kam kërkuar në një kafe. Ore s'kam kërkuar në një Mua më ka ardhur i madh i se unë e kërkoj nga ti. Po, Leri këta më utrazo me këta. po mirë, hajde gëzuar me ujë qatë. Jo, do pi me kafe. Tu do pjet kafe raki kryeminist. Raki jo se kemi punë. Unë kryeministër do them që ti me gjithë familjet ke shëndet, edhe vetë Ku është Tanagolli? shëndet Tanagolli. edhe se na duhesh edhe shumë vite të tjera. Me një kafe bërë, kaq shumë sa abonove, një kafe për mua. Po çam diti mua më ballis ditë ha unë të shoh të tjerë duke ngrënë, duke më parë mua që ha. Po ç'a bëhet shumë më.
Tana Golli, ky është drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Autori i një transformimi të madh, udhëheqësi i transformimit të madh në Shqipërinë rajonale, në çdo rajon me investimet, dhe Fondi Shqiptar po bën këtë rrugën. Tani është vullneti i gjithë këtyre këtu, këta kanë hedhur italianin mbrapa ndet. Këta i kanë treguar dhëmbët Gjermanit kur donte të vinte të kapte italianin se e morën këta në mbrojtje. Këta kanë fshehur ebrejt në përmale dhe nuk kanë lënë një ebrej ta kapin gjermanët. Dakor? Këta i ka rezistuar imperializmit amerikan fuqishëm. Sovjetikun as nuk e llogarisin fare, kanë kthyer mbrapsh Bashkimin Sovjetik, i mbajtën dhe në ndet se të peng. Tani këta mor vlla për 1 kilometër rrugë, e di ç'a bëjnë apo jo, kështu që më mirë bëja se ta bën pastaj. Faleminderit. Shumë faleminderit. Jetë gjatë. Llakatun pra, për llakatunin do flas. A është 1 kilometër? Një 300 Po jo, 200, 2, 3, 4 kilometra, deri në 5 kilometra, deri në 5 kilometra e premtojmë dhe e bëjmë sot. Mbi 5 kilometra na duhet po dolin mbi 5 kilometra. Dolin mbi 5 kilometra. Atëherë do turproni të parët komunistë që më kanë gënjur. Nuk kam besim ke ky, se ky është demokrat. Ta nuk gënjen asnjëherë se i kam mësuar lulet tonë vërtetën. Kam qenë kryeminist, kam qenë. Deri 13-ën. Demokrat jemi bashkë. Jemi me person. Erdhe këtu ndryshua pllaka. Demokrat me person. Çka e vërtet këtë më mirë di edicioni. Jo më janë rregull, po bëj shaka, më bëj shaka. Nuk do ta bëjmë. Haroj. E kishte merak, shumë merak Ermali, ma tha, aman tha, se i thash ku po shkoj në Muravi. Aman tha, shikota se aty tha nuk mund të kthehemi, po nëse nuk do. Po ç'a? E kishte merak Ermali, e kishte merak Bledi. Po ashtu, ministri e kishte merak se ky ka hall në bazës, nuk ka hallin tuaj gjithë. Jo, edhe në hallin ka ai. Bazës ka ky. Nuk e hedhi poshtë, Ai që i pari. Viçë ti vlla, jo, ti vlla duhet marrësh medalje për durim. Si duron këta ti, unë nuk e di. Po si duron, si duron. Më mirë, po të më thonë mua, hajde këtu, në vend bishë, ose shko në ndonjë vend, po di unë shkoj atje. Ç'a të bëj bishë, mos ka lidhje po desh. Ç'a të bëj? E lini ju? Dua ta ngrej një shëndet për bishën. Edhe pastaj për të tërë ju bashkë. Bashkë me juve. Për të tërë ju bashkë. Për partinë tonë nuk diskutohet. Për Shqipërinë në BE. Duhet ta fusim në BE. Kërkesa numër 2, urdhëro. Tani e pete ku ishte lënë asfalt. Ku ishte lënë asfalt. Tani që të jemi të qartë bashkë njerë, se unë e kam shumë me qef t'i bëj këto teste për veten time. Ti nuk je i Joni komplet. Në sa të shoh. Unë jam komplet. Një sekond. I Joni komplet ti nuk je. Komplet jam. Ai voton vetëm Partinë Socialiste. Po le tani. Ai mund ta votojë Partinë Socialiste nga halli se partinë vetë se kanë terezi, po Joni s'është. Në rregull, nuk ka rëndësi. Ti je për çep, nuk ka rëndësi. Kryetar në aty. Tani, Kryetar në se. deri në qaf, ajo rëshqet. Ku? Lere tani do Nuk e pashtruar. E pa. 200 metra. Ajo vjen gjithmonë në shkari, gjithmonë. Do E keni pjesë projektit të? Hajde këtu. Hajde më këtu. Do një murat. E keni pjesë projektit? Rëshqitjen 200 metra që rëshqet. Do shardile dhe rëshqet. Vetëm e këta shiko, në çdo vend tjetër të Shqipërisë mund të më lini dhe në i sherë hapo, këta s'dua sherë se nuk durohen, fare, janë të merë. Do më që kur erdha, e ndava mëndim, do vete, po qa do thonë, do them po, se me këta sherë hapur nuk lihet. Në çdo vend tjetër menagjohet, tu nuk menagjohet. Kështu që, dakord je?
200 metra, i ketë bëra, Edhe unë do të bëjë që do vi për kryeministrin të qetë kryetar në Partisë Socialiste. Ja këtë do të sokrat. po një kafe ma bërë, gëzuar, demokrat, gëzuar, je i madh. Inshallah, 100 vjeç bash. Dhe të uroj shëndet dhe jetë gjatë. Hajde, meritojmë ta.